Ajo bashkë me babin kanë qenë furnizues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për 2 vite radhazi ka shërby bashkë me babain tim. Ka qenë një grua e fortë që se ka njoft as frikën. Ajo ka qenë një mësues i dytë për mua në shtëpi. Nana jam ka qenë një grua e urtë, punëtore, një grua e shkolluar, që i kishte 4 fëmijë, mua dhe 3 vëllezër. Çka është marrë? Ajo është marrë zakonisht gjithmonë ka qenë mas babit tim. Prej 98-s ajo bashkë me babin kanë qenë furnizues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo për 2 vite radhazi ka shërby bashkë me babain tim, deri në momentin kur është kidnap. Çu e kujton nanën? Çka? Duke bë vite, shoh që kam fillu me i përngja, e shoh në shumë gjëra veten tek ajo, si një nanë e përkushtuar, që ka qenë gjithmonë e gatshme të jetë në dispozicion për të gjithë, e hareshme, e kujtoj ashtu, gjithmonë e buzëqeshur. Çka kanë qenë ëndrat e saj, kur keni folur me to? Ëndrat e saj, profesioni që pasi që na ka lind neve, ajo ka vendosur të i kryej studimet në Fakultetin e Edukimit. Gjithmonë ëndër e saj ka qenë të jetë një edukatore, edhe menoj që i ka shku mas shumti. Ka qenë një grua e fortë që se ka njoft as frikën, edhe fundi i saj ishte tragjik. A e ka mrimu po edukatore? Për një periudhë shumë shkurt, pasi që më veç u mbyllën shkollat, edhe ishte angazhuar më shumë me babin. Po planet e saj për familjen? Po nuk ishte koha që nuk kishte shumë mundësi me menu për familjen. Ishte ku që është dashur me mendu për tjerët, për ata që sot na i kanë sjell lirinë, edhe ishte gjithmonë e angazhuar kohëve të fundit në atë pjesë, edhe s'është që momentet e fundit që kemi nejt edhe shumë bashkë, po fokusi i saj ka qenë dikon tjetër. Po gjithmonë e dashur, e afërt për krejt, ashtu e njohin gjithë në rreth, edhe sot gjithë e kujtojnë me kujtimet më të bukura. Po me ty, a ka folë për çka ti duhesh më bëj? Po gjithsesi. Çka kanë qenë? Ajo ka qenë një mësues i dytë për mua në shtëpi. Gjithmonë ajo ka menduar që unë kam me u shkollu, kam me arrit në jetë, edhe unë e kam pas udhë rrëfys deri momentin që nuk ka qenë më. Sot kur e kujtoj, e menoj që ka qenë për një mend e zonja, e arritur me gjitha. Nuk e kam pa si gratë e tjera të zakonshme. Kam pa diçka të ajo më të madhe. Çka? Nuk e di që ajo zemërgjërsia, që ajo trimnia, që e ka kuptu taman në çfarë situate jemi, edhe ne kemi qenë të fundit, tjerët kanë qenë prioriteti i saj, e ka ditë për çka po luftohet, e ka ditë ka po shkojmë, edhe menoj që te ajo kom pa diçka tjetër që se kom pa te nanat e shoqeve të mia.